Ishte ajo e shkatërimit të industrisë, duke vijuar nga shkatërimi i bujqësisë, nga mos financimet e bujqësisë dhe mos krijimi i infrastrukturës mbështetëse. Paralel me fazën e parë dhe si pasojë e saj u krye edhe faza e dytë, që është ajo e shpopullimit të fshatrave shqiptar dhe zhvendosje të njerëzve nga një qytet ke tjetri. Ne tani jepim në fillim të fazës së tretë, ajo e zëvendësimit. Kjo është faza më e rrezikshme që i ka nosur Shqipërisë që nga viti 1912. Ndërsa ne protestojmë për Zvërnecin edhe Sazanin, në fillim të qershorit, qeveria shqiptare ka një projekt ligj për shitjen e tokave qytetarëve të huaj. Dhe ky projekt ligj parashikon që shteti shqiptar të japin deri në 100.000 hektar tokë të huajve. Por çdo i huaj, person juridik apo fizik, nuk mundet që të blejë më shumë se 2 hektar për njeri. Dhe po të bëjmë një llogari, 100.000 hektar tokë që këta duan të japin të huajve, janë 61 bashki në Shqipëri, i bie rreth 1620 hektar tokë për çdo bashki. Po nëse një njeri nuk ble dot më shumë se 2 hektar tokë, do të thotë që një bashki për të dhënë 1620 hektar tokë, do a jap në atyre 820 personave. Pra, këta 820 persona mund të krijon një fshat me komunitetin e tyre, ose settlement si mund ta quajmë. Dhe kjo mund të krijojë probleme në Shqipërinë të ardhmen tonë. Projekt ligji parashikon që të hyjë në fuqi 7 vite mbas futjes së Shqipërisë në PE, që do të thotë pas vitit 2037. Përse kjo qeveri e pa dëshiruar dhe korruptuar deri në palc, duhet të marrë vendime për një qeveri tjetër të mundshme në 2037. Këta duan që pasojat djallëzore të vendimeve të tyre të ndihen për te mandatit tyre. Nuk e di nëse 2 fazat e para ishin djallëzi apo paaftësi e qeverive tona, por kjo faza e tretë nuk është as djallëzi, as paaftësi, por është tradhti. Sepse po mos ishte tradhti, kjo tokë do u jep fermerëve shqiptar. Të 2 fazat e para na i kaluan ujin nën rrogoz ose sy më sy në shumë raste. Por kjo faza e tretë nuk duhet lejuar që të ndodhin, sepse brezat që do vinë të na thonë ku ishit ju kur u shtit Shqipëria. Dhe unë do t'ju them me krenari fëmijëve të mi sot këtu nga Londra që unë jam këtu, protestoj për neve sot dhe për ata nesër. Rroftë Shqipëria, rroftë shqiptarët kudo që janë. Ju përshëndet gjithëve. Vdekje tradhtarëve, Shqipëria e shqiptarëve, vdekje tradhtarëve. Shqipëria e shqiptarëve, vdekje tradhtarëve. Edhe një gjë e bukur, Rama Burg Berisha Hamburg, Rama Burg Berisha Hamburg, Rama Burg Berisha Hamburg, Rama Burg Berisha Hamburg. God bless Albanians.